Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sot e bashkë do të flasim me një hynesh shumë të veçantë të qytetit të Prishtinës. Ajo është profesoresh universitare dhe pianiste me profesion Pranvera Hoxha. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, Elvana, faleminderit shumë për ftesën e për prezantimin. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, tregom si je në këtë të shtu në ditë vikendi. Faleminderit. Mirë, sikur një si me thoni, nanë e re që merrem kryesisht me vajzat e mia, me gjana që kanë bëj me shtëpinë, me familjen kryesisht. Zakonisht fundjavat kam dëshirë me i nda ma tepër me kalu kohë me familjen, vetëm në rast se ka ndonjë aktivitet shumë të rëndësishëm ku dona patjetër me qenë si pjesëmarrje e sakrifikoj atë gjë. Edhe natyrisht nëse ndodh ndonjë ngjarje shumë e rëndësishme kulturore që gjithmonë ndajmë ramjen për atë pjesë, se më pëlqen me qenë aktive në jetën kulturore në vend, qoftë si pjesëmarrëse, qoftë si shikuese dëgjuese. E përndryshe kështu e shijoj fundjavat i kam kështu për çifje. E dim që je shumë aktive në jetën kulturore, thash jeni pianiste me profesion, të gjithë ju njohin në fakt si të tillë, por për te i faktit që jeni një nga pianistet më të njohura, sonte publiku ka me pas mundësinë me të njoft pak më thellë rreth personalitetit tënd me hapjen e kartave në 3 perspektiva. Para se të vim tek ajo pjesë, unë zakonisht i rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, si ka qenë Pranvera kur ka qenë fëmijë? Çka kujton prej asaj kohe? Po, faleminderit shumë për pyetjen, se për ngarkesave ditës, në ditë sotit shumë pak ndoshta ndalim edhe mendojmë se si kanë qenë ëndrat tona si fëmijë ose çka kemi bo, ma sakt vetëm nëse më pyesin vajzat ndonjëherë që ju tregoj. Unë si fëmijë kom lindë rreth viteve 80-ta, me gjenerat jam gjenerat 83, jam fëmija i tretë në familje, kështu që të e pas një motër dhe një vëlla ma të mëdhej se unë, kom pas knatësi dhe me mësu shumë gjana dhe prej tyne përveç prindërve të mi natyrisht. Fëmiria ka qenë gjithmonë të bo diçka tre jashta shtëpisë në lagje kryesisht, me moshatar tonë duke eksploru lojra të reja, vende të reja përreth lagjës, sepse si që dim në atë kohë, për shkak të rrethanave kulturore edhe socioekonomike, ne e kemi pas shumë të limitum ndoshta këtë programin për fëmijë në televizionet tona, edhe detyrimisht, do me thonë është dashtë me kriju një lojra vetë, edhe ajo pjesë është që më ka ngel gjithmonë mendje, se kujtoj që gjithmonë çdo ditë ka qenë diçka një sfidë mes moshatarëve me kriju ose me gjetë diçka të re, qoftë edhe nëse e kemi mësu një këngë të re, kemi tregu njëna tjetrës për shembull ose shokëve shoqeve të lagjës, po edhe shpesh kujtoj kemi bo koncerte mbrana hyrjes banesës. Për shembull kalojshin njerëz që vishin prej punës edhe e shifshin një program aty e dekorojshim ne me shamia, me gjana ndryshme, edhe dikush e luante rolin e prezantuesës, dikush këndojke, dikush vallëzojke, edhe përveç këtyne gjanave, natyrisht kemi kriju lojra të ndryshme me njëri tjetrin, me top, me gjana ndryshme. E kjo ka qenë pjesë shumë e bukur se gjithçka që ka ndodhur përreth, unë të qenë që fëmijë në atë kohë, nuk është se i kom përjetu shumë ngjarjet, ndryshimet e mëdha ekonomike dhe sociale që kanë ndodhur në vende politike posaçërisht, ndoshta tek kur ka fillu tamam lufta, atëherë kom kuptu kur ju mbyllën shkollat edhe atëherë kom kuptu sa është e rëndë ndoshta situata, po atëherë veç kom fillu pak më rritë, kom qenë si me thonë 11-12 vjeçe edhe kom fillu pak me kuptu situatën për rreth, po për ndryshe këtë fëmiria im prej qa majnë mend është kjo pjesa që kom kalu shumë kohë përveç me familjen edhe me moshatarët e mi të lagja, që më ka pëlqy edhe që menoj sot kom dëshirë vajzat e mia me përjetu qa gjë, mu socializu fëmijët njëri me tjetër, nështë ma shumë në mënyrë fizike se sa virtuale, si që bëjmë përmes komunikimit me telefona, mandej kur kam mbush 10 vjeç, ma saktësisht në 93-shin, unë ju kom drejtu babit me më drejtu në shkollë muzikës, me mësu një instrument, unë kom pas dëshirë. Tu duhet dala, do të thot kjo se përmende prej organizimeve në lagje që i keni ba, koncerteve të ndryshme, a do të thot kjo që prej fëmijë, prej natë mosha, shtrej, Pranvera ka pa vetën pjesë të jetës së muzikës?
Po, unë gjithmonë kom shpreh interesim, unë e maj mend edhe në shkollë fillore, gjithmonë jam gëzu kur kanë ardhur orët e artit, qoftë arti figurativ, vizatimi, qoftë muzika, ju më knaq, domethënë me s'kom prit kur kanë ardhur ato lant, gjithmonë kom dalë para mësuesës ose shokëve shoqe me këndu ndonjë këngë, domethënë ajo më njëherë ka tregu që unë kam afërsi me fushën e artit. Po paçka që unë edhe mrena në familje, shumicën e këngëve i kom mësu për prindërve, edhe për vllaut e motrës. Për shembull, të gjitha këngët për fëmijë, dikur që i ka këndu ndoshta motra në festivalin akordit të Kosovës që i ka shkruajt babi për të, ose që i ka mësu gjatë festivalit motra. Ajo mi ka mësu mu. Pranvera është motra Eliza Hoxhës, për ata që janë duke na dëgjuar dhe po flet për Elizën, këngëtarën tonë të njohur. Po, e vërtet faleminderit. Edhe unë i kam mësu prej asaj, edhe disi ka pas raste që edhe në shkollë kur kam këndu ndonjë këngë, ndoshta dikush pi fëmijëve se ka ndëgju, se siç e ceka ka pas shumë programe të limitume për fëmijë në televizion, edhe është dash patjetër mi shkëmby këto përvojat njëri me tjetrin për me mësu një këngë të re. Kujtoj kur kom hyrë në klasë parë këngën për abetarën, është një këngë shumë interesant, ma pat mësu motra. Domethënë gjithmonë o prej vllaut, prej motrës ose prej babit, jemi rrit me një frymë që ko pas kohë në shtëpi gjithmonë është këndu, edhe në atë formë unë ju mrit, edhe ndoshta disi natyrshëm më ka ardhur ajo me shpreh edhe të tjerët. Fillove me na tregu që i ke kërku babit me të regjistru mësimin e një instrumenti. Cila ishte përgjigja? Po, babi me njëherë pozitivisht ka reagu, besa disi edhe u habet, se për ka natyra, unë nuk kom qenë shumë fëmijë kërkues, ose kështu, kom qenë pak ma e tërhekun, nuk isha me thonë ndrojtën, po ma e qetë në aspektin s'kom pas shumë dëshirë me u shfaq para tjetrit. Jo shumë ambicje. Vetëm nëse e ka kërku momenti. Edhe unë duke pa vllaun, babin të lujt në instrumente, edhe motra ka dit me lujt në piano në atë kohë, edhe disi e mendova, thash, ta mësoj edhe unë një instrument. Edhe kur e bëna kërkesën të babi për me u drejtu me një shkollë, thash, a ka dikur një shkollë ku edhe unë moj me mësu një instrument këtë morë, babi tha, po si s'ka, vetëm nuk e kom ditë që ke interesim me mësu instrument. Edhe më ka drejtu të shkolla muzikës, natyrisht unë kur kom kërku, dikun ka qenë muaj prill ndoshta, edhe ka qenë si me thonë fundi i vitit shkollor të asaj periudhe, edhe babim ka orientu me më tregu ku është shkolla, si duket, edhe unë e maj e men si sot, kur jam hyrë në shkollë muzikës, atëherë ka qenë afër shkollës e në Lagjika, deri vonë ka qenë aty, në fakt, deri sa është rënu, edhe nuk është se ka qenë shumë e bukur, kështu si pamje, po sa je fut në barë, ke ndëgju instrumente ndryshme, ose dikon duke këndu, ose instrumente ndryshme, dikush në violin, piano, në flaut, duke lujt, edhe ai moment, të me thonë, ka ngel shumë në memorien time se më ka emocionu. Edhe kemi shku, jemi të taku me mësusën time të pianos, Hadije Gjinali, atëherë s'ka qenë mësusja imi, po jemi taku për me e pyet se si janë mundësit për më regjistru, dhe nëse regjistrohet, pranohet, a ka mundësi me qenë të klasa saj, edhe ajo më ka testu për talent, edhe e ka pa që kom talent, ka thonë po, unë ju kisha këshillu, dhe pse është pak ma e rritur mosh, po është mirë me provu. Ande kjo bë profesioni yt, do të thonë prej një dëshire, prej një talenti. Prej një dëshire të vogël base, kom shku me mësuesi gjithë fëmijët që fillojnë për qef, e mandet duke u rritë, duke pa mirat edhe çka të sjell profesioni, edhe ndoshta kështu për profesion kur nuk jam dalë me mendu a duhem me pas profesion, po natyrshëm ka ardhur kjo, domethënë duke u afru fundi i shkollës fillore, duke mendu a dona me shku në gjimnaz, si shumica e shokëve shoqeve dhe asaj kohe, apo në shkollë muzikës. Pak e kum vujt edhe këtë pjesën, se një pjesë e madhe shoqërisë kanë shku në gjevë dhe dot, edhe unë kom qenë shkollë muzikës disi si vetë, po mande atje kryova edhe shoqëri tjetër, mande edhe në fakultet muzikës. Po. Pasaj shkollimin e lartë e kom vazhdu në Universitetin e Arteve në Tiranë, te profesorisha Anita Tartari.
Edhe atje ka qenë komplet një sfidë tjetër, pa çka që jemi shqiptare dhe me kulturë jemi shumë të përrafët, Po du mund dalë pak të sfidat, jemi në minutat e fundit të kësaj pjesës parë. Në krejt këtë eksperiencë nga familjeria deri tek fakulteti në Tiranë, cila ka qenë sfida më e madhe për pranverën? Çka kujton? Në aspekt të profesionin si pianiste apo qoftë si pianiste, qoftë në përgjithësi në jetën personale në rritje? Për sfidë e kujtoj sa i përket personales, periudhën kur filloi lufta dhe kur mbyllën shkollat, nuk kam emocionohem, do me thonë, kur e kujtoj atë kohë, për shembull, kemi qenë të bëjmë mësim, edhe më një herë e ka ndërprer mësimin se është rrethu shkolla. Wow. Do të thonë, ajo është një diçka që s'kisha pas që e fëmijët sot me përjetu. Nuk më pëlqen, do me thonë, emocionalisht, se emocionohem edhe tash. Është ndjenjë shumë e keqe me përjetu një fëmijë, pa çka që s'na ka prek direkt ne. Po në ndërkohë ka ndodhur që janë helmu fëmijët në për shkolla dhe na kena ndëgju ato lajme, e edhe disi nuk kam dëshirë fëmijët e sodit me përjetu. Natyrisht edhe uroj edhe shpresoj mos ndodh asnjëherë, nuk do të hyjmë më shumë në detaje. Se emocionohem sa e kujtoj këtë gjë, faleminderit, do të thonë që e bën e pyetjen, po që është diçka që nuk e kisha dëshiru fëmijët me përjetu, me e nxjerr për shkollës fëmin me idenë që mundet me ndodh diçka e keqe me jetën. Kjo na ka ndodhur edhe gjatë shkollës mesme, për shembull, kur janë marrë protestat në 97 në Lagjën Velania, na kemi qenë të mësu në shkollat shtëpia, edhe kujtoj sa ka pas fillu ora e parë. Unë kom qenë vitin e parë shkollë mesme, sa filloi ora e parë, vetëm erdhi një profesor tjetër hyni në klasë, e tha, ju lutem urgjentisht të shkonin në shtëpia, thirrni kështu dikë të afërm. Po s'ka pas atër telefon kështu që me marrë sikur ditë sodit që është me celular, po për shembull dikë të afërm që e keni te lagja ose shkoni bashk, mos shkoni ka kjo lagje se ka protesta dhe e kujtoj që kur kom dalë për shkollës ka qenë krejtë rrethume me autoblinda, me kështu është ndjenjë shumë e keqe. Vret që ju ka lënë ndëgjurmë ajo periudhë e kohës. Nuk është se më pëlqen me kujtu, po që në një farë mënyrë është e pashmangshme, kalon një shije jo shumë të mirë në aspektin personal. Po sa i përket profesionit në aspekt të pianos, sfidat kanë qenë të tipit që kemi qenë deri vonë duke majtë mësim në sallën e shkollës, po pastaj drejtoria asaj kohe që kanë qenë kryesisht serb, për shkak të nacionalitetit që ne jemi shqiptar, na kanë ndalu me majtë edhe kam kujtime për shembull që kemi majtë koncerte në shoqatën e kompozitorëve që ka qenë në qytet Zënpejton tash. Tash s'fundim prap është aktivizuar ajo objekt më u rikthy si objekti shoqatës së kompozitorëve. Mandej në fakultetin e muzikës, tash ku është shkolla e nalt, tash kemi dalë në aty prap, si fakulteti muzikës, edhe në shtëpinë e mësuesës ime. Kemi majtë shumë koncerte në shtëpinë e mësuesës Adi Gjinali. Më vjen keq që ajo shtëpia e saj nuk është bo shtëpi muze në një farë mënyre, vetëm sa koncertet i ka realizua ajo aty me klasën, e me musafir nga instrumentist tjerë. Pra, në një farë forme pranverë shohim që keni pasur ballafaqime të ndryshme për gjatë jetës, sa të mira as edhe të vështira, sidomos në periudhën e luftës. Të mira, kjo ka qenë e mira e shkollës muzikës, për shkak se gjithmonë përmes muzikës, unë e kom pas mundësinë me hinë në botën e artit, edhe me i shfaq ato emocionet e mia, ose me bo masa këtë zbrazjen emocionale, që edhe tash e përjetova kur e kujtova, përmes muzikës, përmes veprave muzikore. Mbase unë atëherë nuk kom ditë se çka po ndodh, vetëm e kom përjetu, po tash që jam njeri familjar, nane vajzave, gjithmonë kur shoh lajme të ndryshme kështu, gjithmonë nën vedi, gjithmonë lutem edhe tham, uraj që fëmijët tonë mos të përjetojnë ata që kemi kalu ne, sepse atëherë s'kum qenë e vedishme natyresht, po tash
kur e kujtoj, më ngjall një emocion të përzier. Natyrisht, është e kuptueshme. Pranverë, faleminderit që ndove këtë pjesë të Po, historisë s'është tënde problem. me ne. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që të nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin tonë, sepse vetëm pas pak pianistja e njohur Pranvera Hoxha do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në emisionin Hynesha, tash është koha që Pranvera Hoxha të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Okay. E dashura i gati. Po, Zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Parën po e marrë. Hajde. E nisi me të parën. Interesant, Pranverë, çfarë mendimi keni për veten tuaj? Interesant. A ke menduar ndonjëherë? Jo, nuk është se mendoj, shpesh, në aspektin njerëzor, mendoj që jam person shumë i qetë deri në momentin kur Shpërthem. ma prek Pikën e kuqe. pikën që s'ban. Okej. Do me të mundona me duru, po nuk mundem nëse e shoh që më shkel ose ma prek integritetin, më pengon ajo gjë. Kryesisht preferoj me qenë person që i pranon të mirat edhe të metat e tjetrit, se s'ka njeri perfekt, secili i ka të dy anë. Po nëse e shoh tendencën e personit përballë që mundohet me më shfrytzu apo shkel integritetin, ajo është pjesa që s'moj mandi me pranu edhe reagoj. Si reagon, Pranvera? Ka momente, për shembull, që janë madhore, që nuk reagoj shumë, ndoshta ai kom gjo babin këtë pikë, ai gjithmonë bëj nervoz kur ndodh ke diçka shumë e thjeshtë, kur u bëjshin gjëra të mëdha, I merr ke me i merr ke qetësi. pak ma me qetësi dhe na fol ke pas si kaloj ka e fortuna. E unë e kom vrejt tash, për shembull, për një gjatë vogël në shtëpi, ndoshta jam në gjendje më bo shumë shpejt nervoz, me reagu, a kur ndodh diçka shumë e madhe, ri një herë e pres me kalu krejt ajo rreziku, e mandi flas. Po më duket që në qëtë piki kom gjoha ma shumë babit, e në krahasim me bashurtin tim, ajo shumë ai qetë, edhe unë dukna shumë ma nervoze. Edhe Në fakt, nga dukja ti duke shumë e qetë. Po, unë dukna shumë e qetë, po me mbu nervoz nuk jam heq e mirë. Edhe preferoj me qenë qështu e qetë. Unë edhe kur punoj me kolegë, ose me nxënës, kolegë një herë gjithë më thojnë, ti çfarë njeri, kur nuk bosh nervoz, gjithë i kini farë pozitiviteti. Unë gjithë i them, unë mundona me qëndru në qatë pikë, se ka plot probleme për rreth, edhe du të me synu me qenë në matë mirën për veti edhe të mundshme saj përket rrethit. Po edhe me nxënësa gjithmonë e shoh kur vjen një moment që nxënësi nuk reflekton ose nuk reagon ato kërkesa që ja bëj unë orë pas ore, kur e vrejt e vetja që po du me u bo nervoz, gjithë i them, mos e bani vetën me u qërtu, se s'kam dëshirë me mri në pikën ku dal pak pikë kontrollit. Se secili njeri ka ato momentet e veta që mundet me shpërthy. Po unë preferoj me qenë ma shumë ka pjesa ma e qetë. Po ka momente që dhe kur reagoj, po. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë zgjidhe një fakt? Kuqja. Krejt me të para po do në shku. Edhe ma poshtë. Hajde të ardhmen pe bojmë pak ma ndryshe. Kur jemi të mërzitur ndonjëherë nën drejt njerëzve, ne flasim me ta, kërkojmë ndihmën e tyre dhe presim mbështetjen e tyre. Nën B shkojmë kundër të tjerëve, i konsiderojmë ata fajtor, grindemi me ta dhe futemi në konflikte. Dhe nën C largohemi nga njerëzit, izolohemi dhe problemin e zgjidhim vet. Cila nga këto ju ndihmon më shumë të qetësoheni dhe si ju ndihmon? Cila është Pranvera në këtë rast? Ka momente kur nuk kom qenë mirë, për shembull emocionalisht, që më ka ndihmu pika A. Drejt që njerëzve. kur jam taku me njerëz, ndoshta vetëm nëse më ka pyet dikush se si e sot ose se e kaluve ditën, unë kom fillu ma ndihmu zbraz emocionalisht, kom qajt ose i kom tregu çka do që kom pas, ose ja kom tregu hallin, edhe më ka ndihmu, edhe kom pa që masi jom largu, jom qetësu, jom ma mirë. Krejt të më varet prej llojit të problemit çka unë kom mujt me pas në qatë moment. Po ka pas edhe probleme të tilla që pika C ku jo mbyll, kom pas nevojë me reflektu, pse ka ndodhur diçka, pse më ka ndodhur bashkë mu, nëse kom pas bindje që unë nuk kom bo diçka që me qenë pjesë e qasaj, edhe jo mbyll, kom reflektu, edhe kom marrë një vendim, po prap
si tip jam që sado që e vendosi, kam dëshirë me marrë mendimin e njerëzve për atë besueshëm, kryesisht familjes. Kuptohet. Unë me familjen shumë i kom da gjanat, edhe sot e vrej edhe pse jam qëtë mosh, A je unë e tip që vazhdoj. sqarohesh me njerëzit? Si po mendon sqarimin, kur ka konflikt, a diçka? Në rast të ndonjë keq kuptimi ose largimi nga ndonjë mik i afërt. Po, unë e preferoj me diskutu. Për shembull, nëse e vrej që dikush u largu, për shembull, e kuptoj, ndoshta them ka punë ose diçka, nuk ka kohë. Po mandej nëse ajo bëhet e shpesh, nëse unë e kum pas ato shumë shoqe ose shok të mirë ose kolege, e pës, ja bëj, a ka diçka, mos kum bëhet diçka që ku mujt me të lëndu e s'pedi, nëse unë e kom bindjen që s'ka ndodh asgjë për shembull. Se nëse e dim që ka ndodh një situatë edhe unë kom qenë i përfshime edhe ai person ka mujt me marrë në mënyrë të gabuar mesazhin edhe ka preferu idenë e largimit përpara dialogut, atëherë unë respektoj vendimin e tij ose të saj edhe nuk përfshihem fare nëse unë e di që s'kom qenë diçka e përfshime në atë situatë. Sepse mendoj që është e kohët nëse e kini shoqë ose shok që të njeh mirë, nëse ai person zgjedh me të largu përpara se me debatu e me rujt krejt atë shoqni edhe atë ndërtim që i kena bu ndër vite së bashku të shoqnisë në këtë rast, nëse e zgjedh rrugën e largimit përpara të ballafaqimit, mendoj që vetë Zoti e ka kriju qatë moment që unë me kuptu që s'pas ka qenë personi i duhur. E vërtet, s'pas ka qenë miqësi e sinqertë. Po, fiks, sepse shpesh herë ne takohemi me njerëz të ndryshëm, momente të ndryshme që na lidh puna ose profesioni ose një shoqëni e përbashkët ose një takim i rastishëm me një festë e që pastaj në takime tjera ka vazhdu dhe është përshtat tipi edhe muhabeti edhe të ka ngjit që thojnë ata në Shqipni. Si qëndron me kërkim faljen pranë vera? Kërkim faljen kur kum qenë ma re, kum pas shumë problem, e kom pak kështu menoj ajo pjesa e krenaris, pse unë me kërku e para falje, po tu u rrit të e bo moshën në një farë mënyre, e kum kuptu që është ma e madhe me kërku falje, se sa me majt i natë. I nati është shumë i keq. Unë edhe kështu s'kom preferu me majt i natë, po më ka ndodh një herë në jetë, që më ka lëndu një person që ku mendu që e kom shok shoqe, edhe e ku marrë vesh rasisht piti tërkojt, e që sot asaj dite nuk është ballafaquaj kur me mu, po unë s'ku mujtë sot asaj dite me kuptu pse e ka bua gjes. Edhe ajo më ka lëndu e kum pa që disi më ka po mu një keq, që s'm ka ndodh ma herët, edhe mu ka dash kome më kalu, ndoshta që ajo pjesa, po nuk është se kum pas rast me thonë më falë, sepse unë nuk i kum bo asgjë, dhe me thonë ka qenë... Qish nuk e din arsyen? Po nuk e di arsyen fare pse ka vepru që ashtu, edhe në një farë mënyre as personin fjallë kur s'ka bo tentim as me sqaru, dhe me thonë është sill gjithmonë si kur është krejt normal, e mu ky aspekti i normalizimit të diçkaje që ti nuk mendon që është mirë, mu së më duket që është në rregull. Nëse diçka na pengon, është mirë me gjetë mënyrën ose metodën. Duket sikur e ndjejmë, po vrejet që edhe ti je tip intuitiv do të thoja, dhe intuita shpesh na tregon që pavarësisht që dikush mund të sillet sikur asgjë s'ka ndodhur dhe gjithçka është normale, ne e vrejmë dhe e ndjejmë që po është energjia njerëzore dhe energjia universale. Në secilin ambient që na shkojmë, ekziston një energji. Natyrisht. Edhe varësisht në çfarë energjie jemi çunë ne sot, kur shkojmë, na japim edhe marrim prej asaj energjie. Po besoj edhe ty të ka ndodhur, ndoshta ke shku në momente të caktuara me një ngjarje, edhe e keni një energji të mirë që ti ki pas dëshirë me qëndru aty edhe me fol me njerëz të ndryshëm. Pa shka që ti ndoshta ki mujt një pjesë madhe mos me njoft fare. Po që ka edhe energji të tipit që ti shkon me një ambient ndoshta i ki të gjithë të njoftun, edhe e ndjen një energji refuzuese, do me thonë ma shkurt me thonë sikur je i pa dëshiruar në atë rreth. Edhe unë e kom që t'aftësi e ndjej që të energji, po shpesher mundona mës me paragjyku. Se njeri e ka në natyrën e vetë paragjykimin. E kemi na si njerëz, gjitha ne paragjykojmë, e është mirë
kur merrem me vetën me qëndru në pikën neutrale që mos me parazhiku as situatën, as momentin. Edhe nëse e shohim me sy drejt për drejt që diçka ka mujt me qenë ai personi që e ka bo, gjithmonë është edhe një anë e kundër. Kur nuk e din arsyen e vërtet pse ka ardhur ai ditë ai reagim, ose pse ndodhi. Shpesh herë thonë gjithmonë, sikur avokat, do të mi marrë dy mendimet edhe të palës kundërt për me mujt me bo rasin e plot. Po. Gjithmonë është ajo, edhe ne si njerëz i kemi këto energjit tona, kur rrim afër me një person, e marrim edhe japim. Po, mbi këtë energji do të me qëndru dialogu. Natyrisht, Ti dush me synu, mi diskutu gjanat, se jo gjithçka që na mendojmë është mirë. Ndoshta për ne jo diçka mirë, po për tjetrin përballë është shumë sfiduese ose fare e pëlqyeshme. Kështu që është gjithmonë mirë me insistu, me hap debat për diçka që nuk na pëlqen, se jo gjithmonë njerëzit janë të prirur mi pranu këshillat ose vrejtjet. Se unë preferoj mi thonë këshilla, edhe kur dikush thot, ata zëm për shembull, nuk po dukesh sot aq mirë, po më dukesh më e lodhën, dikush mundet me marr negativisht, po unë e marr si këshill sepse ai person nëse më njeft aq mirë, e din që diçka nuk është mirë në aspekt emocional ose shëndetësor. Se nuk ka të bëj veç me dukjen e jashtme, shpesh herë bukuria vjen prej mrena, edhe ashtu si ndihem reflektojmë. Natyrisht. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Hajde. Apo, tash të ardhmën po e marr nga mesi. Hajde. Mos mi bu krejt njësaj. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Mundohuni të kujtoni personin që ju ka ndihmuar më shumë në lidhje me atë që keni diskutuar. Për çfarë i jeni më shumë mirënjohës atij personi? Në jetën tënde, në të kaluarën tënde, si në aspektin personal edhe ato profesional, kush është një person që të ka ndihmuar më shumë ti në jetë dhe për çfarë i je më së shumti mirënjohës atij personi? Unë si që ka është familja, që i kom ndoa gjitha momentet, si të mirat, si të vështira. Edhe nuk kisha mujt me specifiku, si me thonë, vetëm një person, se ka pas momente ku sa i ka përket rafshit emocional, që i kom ndoa shumë me nanën edhe motrën, sa i përket rafshit profesional dhe personal, ka qenë shumë i përfshim disa momente edhe babi. E në disa tjera vlau i madh, fatosi. Kështu që ke një mix të njerëzve. Po kryesisht jam familja. Për çfarë je familjes më së shumti mirënjohëse në këtë rast? Jo mirënjohëse në këtë rast që gjithmonë kanë qenë pranë meje. Ka qenë familje e cila sikur në kohë të gëzimit kur kom bo koncertet ndryshme, çka do që ka ndodhur më janë gjin ofër. Po edhe në momente të rënda, për shembull kur kena pas ndoshta ndonjë fatkeqësi në familje ose çka do qoftë, ata kanë qenë aty. Se që cika për shkak natyrës së problemeve, kom pas mbështetje ndryshme për gjithë secilit. Kohëve të fundit natyrisht kam edhe pi bashkëshortit, po thu se krejt të lashat e mia, sa i përket i diskutoj edhe me të, po që për shembull motra është një prej që për gjithçka mu ka gjint, edhe sa i përket ndoshta kur jemi rrita, dhe mu veshe, me kështu, krejt shefet ajo mi ka plotsu. Pavarësisht që Eliza ka pas jashtëzakonisht shumë angazhime, duke qenë një nga figurat më të njohura në muzikë, po sidomos tash në politik viteve të fundit. Sa po ka kohë Eliza të merret me pranverën? Po, disi ajo më ka ndihmuar dhe mu pavarësu, mos më varë gjithmonë motra madhe me ndajt afër. Ndoshta në fillim kur kom qenë më e vogël e kom di më shumë mungesën. Shpesh e kujtoj thesha, po pse dush me dal çdo natë ose me shku këtu atje. Kisha dëshirë ndoshta me qëndru me atë. Po ajo më ka ndihmu, mandej mu lidh edhe me, për shembull me vllaun e vogël, Petritin, unë kom qenë shumë e lidhur emocionalisht, derisa kom shumë studime. Edhe kur jemi kthy, e kemi pas një periudhë kur unë kom studiu bashkë me vllaun e vogël në fakultet ekonomik, se kom studiu edhe për ekonomi. E zbuluam edhe këtë, okay. E kom mbaru fakultetin ekonomik për banka, financa, kontabilitet, masi jom kthy për i Shqipnisë, bashkë me vllaun e kemi të njëjtin drejtim, edhe do me thonë, është një farë miksi i njerëzve që unë gjatë kohës që jom rrit, të gjithë se cili kom pas një lloj mbështetje dhe jom kom marrë këshilla, edhe jom mirënjohëse për krejt anëtarët e familjes. Për shembull në profesion, mësuesja
e parë, mësusja Adi e Gjinali është ajo cilës i falenderona, sepse ajo gjithmonë ka pas diçka për te i meje, dhe me thonë ka besu shumë në talentin tim, sa që dhënë kur i kum pas ato më dyshet e mija, atë shkojnë gjimnasi që ceka, që shkoj kishë është një janë gjithëdot, a më ka thonë jo ti dosh pa tjetër muzikë. Edhe për ati jam mirë njose. Mirë, pranvera, ne jemi të lumtur që ke pasur ka shumë njerëz afër vetës për gjatë jetës tënde për cilat ti je mirë njose. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju mos e ndroni kanalin sepse pas pak vim me raundin e dytë të hapjes së kartave të Pranvera Hoxhës. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të pianistes dhe hyneshës ime personte Pranvera Hoxha. E dashura i gati. Po, valjetër. Hajde të shohim ku do të na përplas jeta tani në kartat e tjera. Tash po e bëj një mix që po marr më poshtë, çorna. Në lidhje me ato që keni diskutuar, tregoni kur një sjellje e tillë e ka komplikuar më tej situatën. Në të kaluarën tënde, a ke pasur ndonjë sjellje të veçantë e cila ka komplikuar një situatë të caktuar? Atë kujtohet? Nuk, po. Për shembull në shkollë fillore, zakonisht vajzat kemi qenë duke pushim gjatë me grupe me njëna tjetrën duke diskutuar se edhe djemt kanë qenë ata që kanë qenë më problematik. E mojnë mend, shkollë fillore dikun më zgaboj kom qenë klasa 7-8, ata djemt në korridor të shkollës tentojshin me prek një dritë lartë në tavan, edhe unë kom qenë gjithmonë e gjatë pak me trup, edhe ata nuk më ishin me prek, edhe unë dola rasisht, po isha e për i them, unë moj me prek, ata jo s'po të besojmë, unë po ata jo, dikur unë e mora vrapin edhe po e preke, po në momentin që e kom prek, ajo drita ka ra. Edhe u bo pak situatë e papritën edhe kretë në kapi panika, edhe u fotëm kretë në klasë, Rozilja, ishte pushimi shkurt, edhe erdhë mësuesi arsimtari matematikës, na i mbyty që cilin e përshëndes. Edhe ai erdhë pak kështu i shqetësum, kush e boni a gjatë, dhe tash na asnjëri nuk flesshëm në klasë. Edhe ata kretë sytë ka unë djemë të klasës, edhe unë po du me i tregu, edhe ai arsimtari në atë ku ju dritu njëni prej shokve, që ish ma problematik. Ti, me sigurite, edhe unë për qoj dorën, po qka ka, po më thot mu? Unë thash, jo, arsimtari nuk e ka bo, asaj as kërkush, unë. Aju më habit, tha qysh, s'po mu i me besu, pëse ti? Thash, kështu pi tregaj, hajde, ta dush me arme mu dhe në drejtëri, po, e moj qik. Pi tregu si jo ma e gjatë. E kjo ka qenë një veprim që, do më thonë se ku me ndua, që ndodhe në situatë. Shumë i bukur për atë po. Po, kështu është kujtim, nuk është se ka ndodhë diçka jashtëzakonshme, po, më kujtohet që ka ndodhë një veprim që s'është me ndu që kalon në qato për masa, po, dhe në drejtëri, po, ka kalu. A u qërtuve pastaj në drejtëri, apo kaloj thjesht? Po jo, thjesht? krejt ke ideja me kuptu ata kush e ka bo veprime, në rast se nuk rregullohet me ditë prindit kujt më i drejtu, e gjana tilla, po fatmirësisht ai shtëpiaku e ka rregullu, kështu që s'ka qenë ta pasoja në fund, e bukur kjo. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Po. Çerna. Si ndiheni kur dikush ju lavduron dhe ju bën komplimente? A merr shpesh komplimente dhe lavdata, Pranvera? Po marr, sa shpesh nuk muj me ditë, mesatarisht mbase muj me thonë, marr ndoshta edhe shkaku i profesionit që e kam që dalën skenë edhe punoj edhe me fëmijë, shpesh herë për shembull kur një fëmijë një nxënës i imi shkon me një koncert, një garë, ka një sukses, marr komplimente për shembull nga prind nxënësit që më bën mu një mirë, ose nga kolegë për shembull që kanë qenë prezent atë koncert, nëse ai ka lujt mirë, i ka bu përshtypje thonë shumë më pëlqej, vepra e mirë kështu, natyrisht më bën mu një mirë. Pastaj janë komplimentet kur performoj vetë në skenë, qoftë si soliste, qoftë kur e shoqëroj ndonjë instrumentist, që gjithmonë mas Cili është komplimenti më i veçantë që e ke marrë në jetën tënde deri tash? Ka ngel kështu në mendje? Më i veçantë në rrafshin personal është kur unë kom lujt, kur dikush më ka thonë aq shumë më ka pëlqy loja, aq sa që jom përhumb edhe më ki kthy në kujtime. E konsideroj të veçantë se që ajo është magjia e muzikës, që njerëz mi bo me reflektu, me i shpreh ndjenjat, me i kthy në kohë, me i qetësu shpirtin nëse s'janë mirë emocionalisht. Ka pas dikush prej tyre kujtoj që më ka thonë
kom qajt, për shembull, unë nuk është se kom lujt për me emocionu personin deri në Po atë ke arrit mas, deri në atë pikë. po ai ka qenë base emocionalisht i ngarkuar, ose ka ndodhur diçka në jetën e tij, sa që kur kanë dëgjuar ato tingujt muzikor, e kanë bo Po atë pranë person. Vera, a jep shpesh komplimenta apo je më e rezervuar karshi të Unë, tjerëve? për shembull, kom mendu se japi shumë komplimenta, e derisa e kom pa që nuk është se jap shumë, se e kom vrejt edhe me nxënësit. Më ka pas reagu një nxënëse shumë e mire imja që ka qenë, Deja Bajrami, pe cek edhe me emër, e cila ka qenë shumë nxënëse e suksesshme dhe aktive në skem. Edhe unë kom mendu se kom komplimentu shumë shpesh, me mendjen time natyrisht, kom mendu që i kom thonë bravo, e kështu mirë këthi, po që unë gjithmonë pas lavdatave i kom bo dhe këshilla, se preferojmë i thonë këshilla, jo vrejtje, për lojën, edhe një herë, kur ka lujt, unë i kam thonë asoj vetëm bravo, më ki pëlqy shumë mirë, i ki bo gjitha gjana që kom pas dëshirë të mi realizu dhe ja ke dalë, edhe ajo u habit pak, ka prit pak, edhe më tha, a din si mësu se është hera e parë mas 6 vjetë që ti më Wow. Unë nuk e kom mendu këtë gjë, do me thonë se kom qenë e vedishme që gjithmonë e kom komplimentu, po masi e ka thonë ajo, kom reflektu, edhe kom pa që ndoshta duhet ma shpesh mi thonë dikujt. Për me dhonë ndoshta edhe vetë besim ma ma thonë e shumë. prit ma të mirën, se na gjithmonë e synojmë këto maksimumin, e Po ndonjëherë nga njerës është e nevojshme. nuk është e nevojshme, do të me E qenë vërtet. pak ma i hapun. Mirë. S'do me thonë perfekt me qenë. Nuk ka Po se perfekcionizëm, s'ka, po nuk na ka, synojmë gjithsesi. maksimumin edhe mandej ajo gjithmonë na bën. E mendoj që është dona edhe me e shfaq halo ma shumë. Me dhonë ma shumë Me dhonë ma komplimente. shumë. Mirë, çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë round? Qa? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim apo vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Ne folëm pak për kartën e së kaluarës në lidhje me një situatë dhe sjellje të ëndën që e ka komplikuar situatën. Po. Në pjesën tjetër folëm për komplimentet dhe atë se si ndiheni kur dikush ju komplimenton. Kur i bëjmë bashkë të dyja këto, çka mendon se do të ishte mirë të përdorësh për ta zgjidhur ndoshta ndonjë situatë të caktuar? Je më tepër tek meditimi, vizualizimi apo tek lutjet? Cila është pranvera? Te meditime, njerëzit që e bojnë, i admiroj. Se Ti e ke praktikuar apo jo? Jo, nuk kam mujt me mri në pikën si e bujnë meditimin njerëzit. Kisha dëshiru, po jam shumë të gjejnë gjithçka. Kështu, për me mri pikën e qetësis, vynë shumë përqëndrim, edhe i admiroj ata që e mrin, dhe me thëmë u përqëndru diri në atë mas, sa që me u shkoput për realitetit ku janë. Ajo është një arritje mendoj shumë e madhe. Unë kam provu, po nuk është se ja kom dalë. Ndoshta as kom provu me profesionista kështu tamam, po e kam fjallën kom provu gjatë kohës që kom qëndru vetë, ose kur kom lujt në instrument, mu përqëndru diri në atë mas lojës që mës me vrejt as gjatë që apo ndodhë për e. Në instrument, kur e kom provu, për mes veprës muzikore flas, më ka ndodhë 2 herë. Edhe shumë kom dëshirë me ndodhë shpesh. Po do të me pas një qetësi shumë të madhe në mrenave, edhe një përqëndrim maksimal për me mrijat. Unë e kom provu si është, edhe është shumë e azakonshme, e kisha qëndru të meditimi, te kjo vizualizimi nuk po e kuptoj kjo artë qysh po e mendon pjesën e vizualizimit, vetëm kështu që ndalesh edhe mendon se si kish pas e paraftyron, do me thonë. Shpesh edhe këtë e praktikoj, do me thonë, me paraftyru një ngjarje që, për shembull, kur më vin afër datat e koncerteve, unë muj me paraftyru afërsisht çka ka me mujt me ndodh, edhe si ka mundje. Shpesh e ndjena pak siklet, edhe do njëherë dhe mirë, me zispras, do me thonë në ardha jo datë, po që unë e praktikoj terapin e muzikës, për shembull kur kom qenë momentet ma keq shpirtnesht,
që s'kom pas nevoj me bisedu me kërkan, kom pas nevoj me qëndru vetë, shpesh unë jem ullë në piano, kom lujt çka do që m'ka arë në atë moment, edhe tu lujt kom qajt, adin e kom më nxjerr komplet atë emocion jashtë. Për shembull ka pas momente kur e kena humb dikon shumë dashur, për shembull mu m'ka ndodhur me babin, me një shoqet që e kemi pas në klasë, që jemi trondit, edhe një shok tjetër që ka ndru jetë, domethënë koleg, po që se kemi prit, kanë qenë 3 në moshë, se kemi prit që ndodh diçka e tillë. Pranver, atë ka ndodhur në skenë të performosh duke qajt. Po, me hy qaq thellë në një pikërisht kur e kemi vepër. majt koncertin memorativ në një farë mënyre, 2-3 ditë mbasi ka ndru jetë shoqja, është fjala për Drita Didën, violinisën. Na kemi qenë shumë çokum si gjenerat, na e kemi pas në klasë Dritën, edhe ka qenë shumë e ron për neve. E kujtoj, e di saktë edhe qa kom lujt, po e di që qa do që kom lujt, unë sa kom lujt kom qajtë, me thonë, nuk kom qenë gjendje me kontrollu emocionin. Mirë, po është e bukur kjo, sepse artistët në fakt tregohet se sa të ndjeshëm janë shpirtnesht, edhe këtë po na tregon edhe neve. Sot edhe kjo është e bukur, sepse në fakt kjo është edhe natyra e emisionit të shpërfaqim njerëzit për te jetës publike që ne i shohim, për te personazheve të famshme. Po për që ata edhe të falenderova ma herët, kur i bune do pyetje që më ktheve retrospektiv, se nuk është se kemi shumë kohë mi mendu. Absolutisht. Edhe po e vrej që gjatë kohës që po i kujtoj, atë po emocionoj. Sjellë nostalgji edhe emocion, edhe kjo i jep edhe publikut me kuptu që edhe personalitetet e ndryshme publike, mbi gjitha janë njerëz që çojnë, qeshin, kanë sfidat e tyre, kanë problemet, por mbi gjitha ja kanë dalë me qenë të suksesshëm në jetë, sigurisht edhe lotët e tu mund të jenë motivues për dikë që është duke na pa në këto momente. Po, unë nuk e kam fare problem pse më ndodhin emocionet të tilla, bile zgëzohem se menoj që më liron shpirtnesht, edhe më gëzon kur më ndodhin se për shembull pyetje të tilla unë nuk është se kam shumë kohë me mendu, me analizu, ditore në punë edhe me familjen, me mendu dhe me analizu, edhe në momentit caktuar ja për shembull sot i takum disa persona që ndoshta sjell mesin ton, po që kanë lënë ndoshta gjurmë sa i përket aspektit shoqëror ose kolegial, sido që ta marrim, e unë po i inkurajoj që njerëz kur nuk janë mirë shpirtnesht, është ma mirë me qajt, me nxjerr se sa me majt mrenda, se i shkakton pastaj dome tjera emocionale. Edhe ajo shkon veç të urrit, edhe na tentojmë zakonisht si njerëz mos mi zgjidh problemet, po me ik pak, po kur nuk i zgjidhim, nuk përballem me problemet, ajo zmadhohet problemi, bëhet veç më i madh. Domethënë është më mirë mu përball edhe me gjetë mënyrën qoftë vet, qoftë me mesh për rreth, me familjar, me u përball. Mirë, pranver në këtë pikë të emisionit e kam zakon të pyes mysafirët se si qëndrojnë me muzikën, ty s'kam nevojë sepse kam përshtypjen që zgjohesh edhe bjen me flajt e shoqëruar me muzikën, të paktën me instrumente. Kështu që në këtë stad të emisionit do doja të pyesja cila do të ishte një pikë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës. Faleminderit. Unë kryesisht ndëgjoj muzikë klasike. Po në rast se ju dëshironi me lëshu muzikë më ritmike, tash që po më vjen mendja është Illusion Dua Lipa. Illusion Dua Lipa, shumë e bukur si zgjidhje. Unë do të lus deskun e muzikës që të kujdeset pikërisht për Dua Lipën dhe këngën e saj Illusion, që është dëshirë e hyneshës ime për sonte Pranvera Hoxha. Qëndroni me ne sepse pas pak vi me raundin e tretë dhe të fundit. Është koha për raundin e tretë dhe të fundit e dashura i gati. Zgjidhni një kartë nga e kaluara. Hajde të shohim në çfarë emocioni do të na dërgojnë kartat tani. Pranver, kush ka qenë një model pozitiv për ju, si edhe pse? Pozitiv në familje, kështu për gjithçka që jam frymëzu, është motra. Eliza. Po. Për në profesion është profesorisha ime, Anita, cilën edhe sot e kontaktoj edhe më frymëzon gjithmonë flet për profesionin, për skenën, po ka edhe njerëz edhe jashtë profesionit që kalon gjuhën, po mbase për shkak të hapësirës. E përmende gjatë gjithë kohës lidhjen tënde të veçantë me Elizën. Po më intereson me ditë vendimi i saj për të hyrë politikës, si ka reflektuar tek Pranvera? Ke qenë pro apo kundër? Po, në fakt unë nuk kam ndërhyj hiç. Vetëm e kam pyet a je sigur që do më bashkangjit, sepse asaj gjatë gjithë kohës i kanë ardhur oferta, edhe ka refuzu. Edhe kur ka vendosën në atë periudhë, unë pa kom qenë edhe habitum, po në njëjtën kohë e kom kuptu
mbase pse ka dashur me hy, se ajo si person publik edhe civil ka trajtu çështje ndryshme shoqërore me Natyrisht. projektet e saj edhe mbase ka qenë një moment kur ajo e ka ndje që me shku te vendimarrja për me mujt me bo diçka ala ma shumë se që ka bo si civil, edhe as nuk ju ku me imponu, as nuk i kum thonë mirë, as keq, kum thonë Thjesht e ti ke vendos mbështet. edhe ku mbështet edhe mbështes Në edhe sytë e sot. pranverës, Po. Eliza është më mirë si këngëtare apo si politikane? Po si këngëtare i ka ato cilësitë e veta, se që fëmia ajo ka qenë shumë aktive, edhe mandej edhe me albumet e saj ka pas suksese shumë të mëdha që dhe sot mas 20 e sa viteve i këndohen Dëgjohen, këngët po. edhe i ndëgjojnë njerëz gjithandej, po në politik është rrugë tjetër dhe sfidë tjetër. Unë e kum pas ato frikën time tu e njoh personalitetin e saj, se mos po ndikon ajo fryma e politikës në destabilizim ose diçka, po të e di Gjë që që nuk është ka shumë ndodhur, besoj. kongullse si person, e kum di që kom ja dal, pa çka që është shumë e vështirë. Po për Natyrisht, çdo e gjë, padiskutueshme. për çdo gjë ajo nuk hek është Dorë person let. që nuk hek dorë let, kështu që e admiroj për çat pikë. Edhe për çat thash që më frymzon. Natyrisht, ne i dërgojmë përshëndetjet më të veçanta Elizës, ajo ka Faleminderit qenë gjithashtu. një ndër hyneshat e para që ka kaluar në këtë emision. Më Kështu vjen që me mirë. të i kemi hap Po, kartat pas kjo. qysh moti. Çka thotë tashmja në këtë pikë për pranverën? Ekzistojnë pas kërkesa të forta të brendshme. Nën A, jeni të përsosur, ju nuk keni të drejtë të bëni një gabim. Nën B, bëhu i fort, nën C, nuk mjafton, nën D, nxitoni dhe nën E, kënaqni të tjerët. Cila nga këto kërkesa është mbizotruese tek ju? Cila është pranvera në këtë rast? Në profesion, shpesh herë më shdosh më bo efort, ose shpesh herë ajo që kam dhënë me një koncert, ku mendu që s'kam jaftu. Kom qenë shumë vetë kritike. E sa i përket aspektit shoqërisë, menoj që gjithmonë kom gjetë kohë me ja bo qefin. Të tjerëve. Po. Do me thonë, sikur kur jëm bo në për herë të parë, që jenë ato sfidat, sikur kur kom pas aktivitete, kur e kom ditë që mëj me nda qoftë edhe një gjysore, kom preferu nda. prap me taku, se sa me kthy përgjigje negative. Unë nuk menoj që është veti keqe, pa çka që shumë njerëz më kanë thonë, po pse po ja bën qefin gjithë secilit të stadim që pendon kohën, nuk Po. e vlerësojnë, unë kom preferu prap. Duket Me bo sikur je këtë. ndje më rehat me veten, apo? Po, ndjena më rehat, se kom qef njerëz mi bo mu një mirë, njësoj sikur unë që kam qef ata me mbo mu një mirë, kom qef edhe unë e tjetërin. Të është kthyer kjo kohë pranverë, të është kthyer kjo mirësi karshi njerëzve që ke pas palime do të thoja? Po, Apo më ka pas shkthyn raste format ndryshme, kur për edhe je shembull, zhgënjy? mbase kurse kom prit heq, ma ka bo një të mirë dikush, nuk është se kom prit me ma kthy një të në formë, për shembull sa i përket shoqërisë ka pas persona që unë gjithmonë i kom do koha e personin fjalën ndoshta shpeshherë s'ka Se ka bërë ndohë për ty, po. Ka edhe sot vazhdojnë, unë i kam ata prap shoqe, kolege, po që nuk është se pres, do më thonë nuk është se e bëj për të tjetrin, e bëj se thëmë më ka ftu, a shpesher dikush të fton vetëm pse ai ka kohë. Po. Ndoshta si shoqëri është mirë me reflektu që jo vetëm kur ki interes me thirr dikon e me pi Natyrisht. një diçka, po edhe për qef ndonjëherë nuk është diçka e keqe. Natyrisht, por që fatkeqësisht kohën e fundit rrallë po ndodh këtu tek ne në këtë ambient pak. toksik pak që është Po vetë pe bojmë instaluar. toksicitetin, na E vetë pe vërtet. krijojmë. E vërtet. Kështu që është mirë se cili me unis prej vetës, nëse ty s'pëlqen me ta bo dikush një diçka, Mos ja bëj ose dhe një tjetrit. trajtim, çfarë do qoftë, mos ja bo as ti tjetrit. Absolutisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Na, faleminderit. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur, si do të veproni për ta arritur atë. Ne folëm bashkë për shumë tema në këto 3 raunde kartash, por a ka për në një të ardhme të afërt pranvera një vendim për cilën do të punoj edhe si do të veproj për ta arritur atë? Një qëllim të caktuar. Po, natyrisht, na për shkak natyrës profesionit gjithmonë kemi përpara projektet që na sfidojnë, që gjithmonë e ki atë më dyshim për shkak të ngarkesave të kohës, ata pranaj apo mos ta pranaj. Po. Momentalisht unë jam të punu edhe të pregadit për një projekt që na kemi marrë ftesë për Filharmonisë që ka me ndodhur në sezonin e ardhshëm. Edhe që komendu
ata pranoja jo për shkak të kohës, po që unë prap kom preferu me sfidu veten. Edhe kom pranu, e tash jam të punu, na drejtem, edhe po shpresoj që krejt ka me shku mirë, se ka me qenë një mbrojtje shumë e veçantë, po që basi s'po vin detaje për shkak se e zbulon vetë institucioni. E ajo ka qenë një prej kështu sfidave në këtë moment, do me thonë këtë vit, po që na gjithmonë kemi edhe sfida të tipit që jemi të pushu vikend, edhe vjen një telefonat që mas një ditë e dy kemi dalë me performu për një ngjarje shumë të rëndësishme, ose për një pritje një delegacioni, ose çfarë do të qoftë, edhe ti duhesh për mëna ditës me qenë gati ose mu taku me kolegon e kolegën, me i bo gati programin, do me thonë natyra të tilla, po unë jam pak tip që kom dëshirë me e sfidu veten, edhe shpesh herë më ka dalë mirë, që e kom sfidu se kom su, pi situata, po ka pas edhe situata që s'kom performu, ndoshta s'kom dalë aq mirë suksesshëm në koncert, po që kom su prap. Është e bukur kur mësojmë nga sfidat edhe nga gabimet. Pranvera, kaq ishte minutazhe e hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, në plot 3 raunde, krejt në fund tregom si po ndihesh. Po shumë mirë, faleminderit shumë prej teje për ftesën, përgëzoj për emocionin. Është shumë i veçantë që ke bu në këtë format, se më ktheve shumë mbrapa për shumë çka, edhe e pata mundësin edhe emocionalisht me përjetu ato, edhe me nda ndoshta edhe me shiku se dëgjues. Situata cilën besoj që nuk i ke fol ma herët. Po një pjesë madhe tyne jo. Ose ma sakt nuk kom mendu, ndoshta. Kush jam personat, ose kështu që më kanë ma herët pyetje. Faleminderit shumë që e ndove krejt këtë përvojë të jetës tënde me ne. Unë të uroj suksese dhe uroj të shihemi shumë shpejt në koncertet tua. Faleminderit shumë për ftesë, edhe unë besoj shumë që shumë shpejt kemi më pa për koncert. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me pianistën, artisten do të preferoja të quaja, Pranvera Hoxha, e cila shpalosi kartat e jetës së saj në 3 perspektiva.